pushteti ekzekutiv nuk është mbreti i Shqipërisë, është pushteti i drejtësisë me kryegjykatën kushtetuese. SPAK-u, palere kuvendin se kuvend janë ushtarët e Edi Ramës me listat e mbyllura. Nuk po funksionon shteti. Po të funksionon shteti, Edi Rama nuk bëjmë mbret dhe nuk bënde kurrë coptim në Shqipërisë. I dashur qytetar, si që shikon problemi shumë i thjesht për të zgjidhur, po të ishin demokratë ata që kanë pushtuar Shqipërinë, si që thashin 10 vjet, 7 kryeministra Anglia që vetëm për kritika largohen nga kryeministra, ndërsa Edi Rama dhe Sali Berisha duan gjithë jetën të jenë karriken dhe të kenë popull shqiptar sklav. Shkurt, unë kam qenë diplomat jashtë shtetit. Kam punuar 6 vjet jashtë shtetit. Dhe sot djeg populli shqiptar është populli sklavruar. Po e përsëris, populli shqiptar është sklavruar politikisht, ekonomikisht, socialisht, nga ana sociale dhe nuk ka asnjë neri të vërtet të një shteti demokratik dhe ligjor. Shikoni si jeton populli në Zvicër, në Austri, në Angli. Populli shqiptar është kryer sklav e filloi Berisha Rama. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike duhet të mbyllen urgjentisht nga gjykatat si struktura dhe organizata të krimit politik dhe ekonomik në Shqipëri që shkatruan vendin, ndërsa ata dy do të arrestohen dhe dënohen dhe të rikthejmë ligjin e dënimin dhe vdekjen në Shqipëri. Ndryshe Shqipëria nuk rregullohet, nuk ka ekstremizëm, këto i them unë. Janë analiza të thella të zhvillimeve të brendshme duke krahasuar me objektiva që dëshon e populli shqiptar. Shqipëria s'ka demokraci, ka dhunë, krim, vjedhje, dhunim. Zoti Lima, si e keni parë rolin Albin Kurtit kundrejt protestës në Shqipëri, teksa akuzohet se ka dërguar njerëz të tij për t'i dhënë më shumë dhe për t'i hedhur më shumë zjarr protestës përpara kryeministrisë? Albin Kurti nuk e shet Kosovën. Përkundërzi, Albin Kurti liroi urën e Ibrit që marrë francezët dhe hoqi gjithë shtetet paralele në Kosovën e Veriut dhe bashkoi Kosovën e Veriut me Kosovën, që Thaçi, Rama, Grenelli dhe Vučići deshte japi Serbisë. Pra dhe tha shumë mirë, unë nuk shes Kosovë, tha, nuk shes Shqipëri. Populli e Kosovës nuk e komandon askush. Populli i Kosovës i lirë dhe mund të shkojë kudo në mënyrë paqësore të bëj bashkimin për protestë. Ashtu si luftëtarët e Shqipërisë u bashkuan për çlirimin e Kosovës me armë, për çlirimin nga pushtuesit serb, tani qytetarët e lirë të Kosovës pa armë në rrugë paqësore u bashkuan me popullin shqiptar për të çliruar Shqipërinë nga kjo vjedhje, nga ky shkatrim i shtetit shqiptar, si dy shtete vëllezër, si dy shtete aleate dhe dy popull vëllezër. A shikoni Albin Kurti një figurë që mund të bashkojë Shqipërinë me Kosovën dhe mund të sjellë atë përbashkim, po themi, të shqiptarëve kundrejt kombit? Edi Rama e ka publikuar zyrtarisht që bashkimi i Shqipërisë me Kosovë është një ëndër e shokëve të kaluar dhe bashkimi i tyre do bëhet bashkimi evropian, sikur në bashkimin evropian, zoti Rama, Franca nuk ka kufi me Gjermaninë dhe vende tjera. Bashkimi evropian është një bashkim ekonomik me lëvizje të lirë, po kufit i ka me 1 centimetër. Dhe Edi Rama çka? Na thotë që bashkimi do bëhet bashkim evropian, jo zotëri. Bashkimi evropian nuk bashkon kufi toksor, është lëvizja e lirë dhe bashkimi politik dhe ekonomik me dy syre. Ndërsa Kosova fatkeqësisht, kur isha Hashim Thaçi kryeministër, bëri kushtetutën dhe neni numër 3 kushtetutës ndalon bashkimin me Shqipërinë. Pra, Kosova ka të ligjëruar mos bashkimin me Shqipërinë, e ka bërë tradhtari Hashim Thaçi me grupet e tij,
Nëse Edi Rama, tratari tjetër, deklaron që nuk bëhet bashkimi se një ndër shokët kaluar. Pra, duhet ndryshuar kushtetuta në Kosovë dhe duhet largohen këta tratar të kombit shqiptar ka pushtuar Shqipërinë që me referendum sipas ligjeve ndërkombëtare të bëhet bashkimi dy shteteve tona. Pra, brenda ligjeve, brenda konveneve ndërkombëtare, brenda rregullat demokratike. Si mendoni, a mund të jetë Albin Kurti ajo figurë që mund të bashkojë Kosovën me Shqipërinë? Dhe nga ana tjetër të fundos një herë mirë Edi Ramën? Do kohë se s'është e lehtë. Duhet në radhë parë të pastrojmë këtë klasë politike anti-shqiptare që kemi 35 vjetë, të bëjmë referendumin e madh popullor për kalimin e sit të gjitha ligjeve nga 92 deri më sot, të kërkojmë një presidenti dhe anëtarë të gjykatës kushtetuese të zgjidhen me referendum popullor të mos kenë varësi partijake, të kërkojmë që kryeministri ku është shumë i suksesshëm, jo më shumë se 2 herë nga 4 vjetë, të shfrytëzojmë dhe të anullojmë të gjitha ligjet e investitorëve strategjik dhe të paketet të maleve dhe të gjitha përfitimet që kanë marrë të rikthehen vendit, të anullojmë komplet marrëveshjet e vjedhjes së naftës dhe të mineraleve dhe të kthehen pasurisë kombëtare dhe populli shqiptar ulëzon po të merret kjo pasuri e madhe dhe pensioni 50 euro shpak vetëm shumë. Pra duhet revolucion i madh, përmbysje e madhe e kësaj klase politike, tradhtare, hajdute, kombëtare. Zoti Limaj, a mendoni se Edi Rama për të korrigjuar raportet e tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo dhe me vende të tjera është duke shitur interesat e Shqipërisë? Unë kam thënë deklaratat e pashme, jo vetëm unë, por edhe të tjerë. Edi Rama është hall. Edi Rama në Bashkimin Evropian është i non grata i pashpallur me shkrim. Sepse Edi Rama vrapoi me vrapë shkoi në bordin privat të paqes të Trumpi. Edi Rama vate bëri skandalin në Izrael. Dhe si ishte mundur që një kryeminist rrit 3 ditë në Izrael. Ndonjë 3 ditë se bëri planet e shkatrimit të Shqipërisë. T'jap Sazanin zvërnesë një president të Shqipërisë, joja me investime strategjike të kolonializoj Shqipërinë dhe të vinë izraelitët dhe populli shqiptar të vazhdojë rrugën e saj për të praktikuar ateun. Pra, Edi Rama nuk ka çfarë bën më se ka bërë keqen më të madhe. Shqipëria sot nuk është më 28.000 km2. Që nga Butrinti e deri lart Shqipëria është dhënur dhe kolonializuar nga të huajt, nësa Sazani dhe Zërnesi nuk janë më në hapësira. Gjykata kushtetuese do maj përgjegjësi një të ardhme të afërt kur të rrëzohet kjo klasë politike që nuk vepron me urgjencë, siç ja kemi kërkuar ne me shkrim dhe e pranuar me protokoll, që nuk mblidhet të anulloj urgjentisht Sazanin dhe Zërnesin. Ashtu si dhe SPAK-u merret me skalon e 2 dhe nuk godet drejt për drejt, Edi Rama ta thras fizikisht në SPAK, të filloj hetimin zyrtare. Pse nuk e godet dot? Dhe të kërkoj heqjen e imunitetit prasimetia. Edi Rama e filloi me Ballukun, se ishte brenda me Ballukun, dhe aty ai doli lakuriq kush ishte. Pse SPAK-u nuk e godet dot Edi Ramën, apo po pret që të bjerë nga pushteti? Rënia nga pushteti bëhet rreth parë në rrugë ligjore. Protestat kanë vlera të madhe për ngritjen e shpirtrave të popullit dhe të dhënies opinion botror. Ndërsa institucionet shtetërore që paguan ti dhe unë dhe gjithë populli shqiptar, gjykata kushtetuese ka me ligj kushtetues të mbrojë sovranitetin kombëtar. Pse s'mblidhet? SPAK-u e ka me ligj për korrupsion dhe krimin organizuar dhe veprojnë herë. Pse nuk vepron? Pse nuk vepron? Pra, ne të keqen e kemi brenda, se shteti është pushtuar nga Edi Rama, se kemi shtet kryeministror dhe nuk kemi shtet parlamentar sot më. Zoti Limaj, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Shqipëria është në rrezik.
populli shqiptar duhet të vazhdojë me gjaktësi këtë marrëshim që ka nisur dhe protestuesit kërkojnë të krijojnë leadershipin e tyre. Po bëj thirrje, protestuesit që kanë ardhur nga diaspora e Shqipëri të krijojnë leadershipin e tyre të nivelit politik, ekonomik, diplomatik dhe ushtarak, se me ata shoqëruar të rivat grup që ka aty nuk ka gjë të rrezi. Pra, lëvizja shumë e madhe, po kjo lëvizje e madhe do koka të mëdha në krye, kur ka bie dhe bi shqiptar të shkëlqyer, të cilët do ta udhëheqin dhe drejtojnë në mënyrë shkencore, strategjike, realizimin e çlirimit të Shqipërisë kjo bandë politike dhe ekonomike që ka pushtuar Shqipërinë. Të falenderoj sërish. Rroft Shqipëria. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.